Mirë mëngjes të dashur miq të RTS2, ja të kemi sërish së bashku këtu në këtë të diel për të vijuar me parashikimin e 12 shenjave për të parë se si do të jetë java e ardhshme, pra java në vijim. Sot do të flasim për javën 15-21, për të parë se cila do të jetë shenja më me fat, ku duhet keni kujdes dhe cilat do të jenë prioritetet dhe ditët tuaja më të mira. Me mua si gjithmonë në studio astrologun Jorgo Pulla. Jorgo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kënaqësi dhe uroj një ditë të mbar, si gjithmonë. Zakonisht ditë e diel është ditë e fatit, është ditë e diellit, ndikimet dhe ndryshimet që kanë bënë. Por shikoni sot juve keni dashuri të munguar ose diçka që nuk ju ka përketur përpara, keni pasur probleme në atë kohë. E zgjidhni sot. Sot është dita e zgjidhjeve të problemeve të së shkuarës lidhje me dashurinë. Me sa duket, pra jo vetëm sot një ditë e diel, me që sot po thua do të... Me që se kemi të dielën dhe javën në vazhdim. E them nga sot edhe në vazhdim gjërat që do të kemi, domethënë deri më datën 21 që është apo po flet për gjithë javën në vazhdim? Për gjithë javën në vazhdim, por kjo e diel sotshme është shumë e mirë edhe për vazhdimsinë, domethënë nesër pas nesër e gjërat me radhë do të ndikojnë edhe shumë gjërat që kemi, se ne kam edhe përgatitur dhe ditët dhe javës, domethënë që çfarë ndodh në ditët të caktuara, gjërat e mira ose të vështira që të jemi të përgatitur për gjërat që vijnë. Një fillim i mbar është gjëja më e mirë që mund të na thoni. Gjysmë e punës. Po, patjetër. Kemi të bëjmë, fillojmë me datën 15. Çfarë do me ditën e hënë? Kur kemi Marsi kalon në shenjën e Bricjapit. Në një shenjë që Marsi është guvernatori i lidhet i dashit. Mirë po, në Bricjap, në një shenjë toke nuk i shkon shumë për shtat, por e realizon sepse ndikimi i Saturnit që jep shumë gjëra, ndihmon shumë duke shprehur veprime, ambicie dhe kërkesa. Shenja ndikojnë shumë sepse Saturni dhe ndikimi që kanë bënë në lidhje me siguron, në lidhje me çështjet e punës, lidhje me karrierë, lidhje me ndryshime të mëdha që vijnë në këtë aspekt dhe koha tregon që kanë organizimin, strategjinë dhe mundësinë që bëhen në çështjet e punës dhe të karrierës. Dhe pikërisht është një ditë shumë e rëndësishme për marrjen e vendimeve dhe mbarësi që do të kenë. Dita e hënë gjithmonë ka një farë kuptimi me çështjet e përshpejtimeve të gjërave dhe kjo ndodh që kanë bëjë shumë, por në plan të parë duket se shenjat që kanë më probabilitet dhe më mundësira më të mira dhe kanë pasur probleme në të shkuar, është shenja e dashit, gaforia, peshorja dhe Bricjapët të dhjetëdhjetit të dytë, ku është një kohë, një përshtatshmëri në atë që bëjnë. Dhe kjo do të thotë që është ana më e mirë mushi që të vinë pas gjërave që do të bëjnë. Kemi datën, ndikimin e datës 16. Data 16, nga dielli në shigjetar që formon një trekëndësh me Mërkurin në një kënd që aktivizon ndikimin dhe mundësitë të arta në lidhje me punën, në lidhje me karrierën dhe me shërimin e së kaluarës, me problematikat që kanë pasur dhe çështje të rëndësishme. Lidhet gjithashtu me ndjeshmërinë dhe mundësinë. Ajo çka do të kanë të bëjnë shumë përse përket mundësive të arta që do përfitojnë janë shenjës së dashit, janë luanë, shigjetarët, ose ata që kanë ascendente në këtë shenjë, kanë një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv në vazhdimsi, sepse gjithmonë kemi të bëjmë me punën, kemi të bëjmë me karrierën, ose lëvizje nga vendi punës, për shkakun që nganjëherë çuditemi si ka mundësi, por nuk do të kuptojnë për disa që kanë një lëvizje, ajo mund të jetë në profilin e tyre, mund të jetë diçka që nuk ju shkon mirë dhe e kanë provuar dhe parë, por koha tregon që është momenti më i mirë i mundshëm. Kemi datën 17. Data 17 dhjetor, kemi diellin nga shigjetari që formon një katërkëndësh me Saturnin në Peshk. Po çfarë do të thotë katërkëndshi? Gjithmonë kur themi katërkëndësh, është diçka që kërkohet vëmendje, kërkohet kujdes në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ndryshime, me vendime, por ajo që do të ajo duhet është në plan të parë. Dua që të rregullojë, të stabilizojë dhe të ndikojnë kryesisht binjakët, zyrgjeresha, shigjetari, peshqit, të dhjetëdiqit, të tretë, ose ata që kanë ascendente do të jenë të vëmendshëm në lidhje me ndryshime që mund bëjnë. Mund të jetë ndryshim që bëhet në datën 17 që e kam plan për ta realizuar dhe po e realizoj, punë e madhe, dal ku dal. Nuk është dal ku dal, sepse një ndryshim që bëhet sot, për shembull datës 17, do shumë kohë pastaj që nuk i përket asaj çka ti ke ndërmend që ta realizosh ose ashtu të është shtruar, parashtruar ajo punë që është punë e mirë, ka lek, ka njërën tjetër, vetë ti atje, jep dorëheqje në një punë tjetër dhe atje nuk ndihesh qysh se vetë dhe këmbën tek dera, atje të punë e re dhe nuk të shkon për shtat. Pra duhet pasur shumë kujdes, vëmendje, duhet eci avash sepse nxitoj në këtë rast dhe duhet ta shikoj mirë, të matet mirë dhe të bëj një të shikoj se çfarë ndodh, ku janë, pra duhet pasur shumë kujdes në këtë aspekt.
për datën 17. Kurse data 18 duket se afërdita nga shqiptarë që formojnë një trekëndësh me ndikimin më të madh në shenjën e dashit, kjo do thotë një kënd që na lejon ndikimin, favorizimin, ekonominë dhe marrëdhëniet e së kaluarës që kanë pasur shumë probleme ose nuk janë zgjidhur. Vjen një moment që tjetër troket tek ti, jo ti tek ai. Pra i zgjidhet problemi dhe çështjet e tjera që kanë bërë. Është një moment shumë i mirë, tepër pozitiv, mundësitë janë shumë të mëdha në lidhje me ndryshimet, ndikojnë pozitivisht dashja i Luanit shqiptarit në fillim të 10-vjeçit të dytë dhe fillimi i 10-vjeçit të tretë, ku është mundësia dhe momenti i duhur mbi zgjidhje të problematikave dhe jo vetëm. Data 20 dhjetor. Çfarë ndodh datë 20 dhjetor? Kemi dhe një aspekt ndikim planetar dhe mundësi shumë mirë, sepse kemi një hënë të re. Hëna e re në shqiptar që ndikon jashtë mase në hëna e dhjetorit dhe ndikimi që ka të bëjë me Neptunin dhe Saturnin në katërkëndësh, u jep mundësi dhe rëndësi të veçantë në lidhje me punën, lidhje me karrierën dhe shumë ndryshime që do të bëhen. Këto ndryshime duket se kjo ditë vërtet mund të duket si ditë pushimi për disa, por është ditë pune mbi 70% të njerëzve ku kanë shtuar diel. Asnjë, vetëm të gjithë në punë janë dhe mundohen që të jenë sa më tepër që të kenë të ardhura. Por duket se në realitet do të jenë të vëmendshëm në lidhje me çështjet e papritura që mund të ndikohen ose në çështje pune ose disa gjëra udhëtime, të bëjnë vëmend të bëjnë një telefonat para se të nisën, sepse kemi thënë gjithmonë kur kemi aktivitete të tilla ndikime planetare na dikton atëherë na dikton, ne do të jemi të kujdesshëm. Dhe kështu që kjo i bie, që binjakët, zyrjesha, shqiptari, peshit të ndikimit të madh që kanë ose ata që kanë ditëlindje në 5 ditët e fundit të shenjës së tyre, do të jenë të vëmendshëm në këtë aspekt. Kemi ditën e fundit që do të thotë data 21. Data 21 dhjetor duket një ditë mjaft ndikuese, sepse dielli në një katërkëndësh me Neptunin do të thotë që do të pasur shumë kujdes kjo ditë e dielës, është ditë pushimi ditë pushimi përse për këtë relaksit njeriu një ditë i duhet në javë. Dhe çfarë ndodh? Këtu mund të kemi shumë kujdes, sepse nëse do të marrim një punë përsipër dhe të na thot aq mirë që do të jetë ëndër të realitet. Pra, mund të mos jetë ajo çka flitet, ndryshe e shikon ti, ndryshe të thot, ndryshe për të mbushur mendjen, por në krahun tjetër po ta shikoni disa gjëra që kuptohen shumë mirë që nuk është ajo e vërteta që neve kërkojmë, por është një diçka që është mashtrim në një farë mënyre, prandaj mos të mashtrohemi në gjëra të tilla. Është një soi që vetë në supermarket ti shikon se janë të lira, por nganjëherë ato janë të dëmshme. Pra duhet të shikojmë etiketën çfarë shkruan. Pra duhet jemi të kujdesshëm çfarë neve marrim përsipër. Nuk është koha për këtë ditë, duhet ta shikojmë, mund mos i thotë që po dakord se të gjithë kemi domosdoshme një rrugë të dytë ose një diçka fushë ekonomike, por atë ne mund të themi ndoshta neve bashkëpunojmë bashk, por mos ja thuash domethënë që thotë dakord e pres aty. Pra ne duhet pasur shumë kujdes kjo ditë, sepse shumë bisedime do bëhen, nuk e diskutoj këtë gjë, por ka të bëjnë shumë dhe me çështjet që lidhen në fushën e ekonomisë më tepër dhe ndryshimit punës. Unë do të thosha dy gjëra kryesore. Në lidhje me ndryshimin e punës, një, do të kenë shumë kujdes ditën e diel. Në lidhje me thashatheme, dy, se do jenë më lart akoma më shumë thashatheme do fliten rreth njerëzve të rëndësishëm ose rreth gjërave që kanë bëjnë ose me çështjet e lidhjet e tyre të dashurisë ose çështjet e tyre se dalin sandale në sipërfaqe, por nuk duhet marrë përsipër, sepse janë fjalë që për të prishur psikologjinë, për të prishur energjinë, për të prishur gjëra të kësaj natyre, prandaj duhet pasur kujdes. Por jo diçka për të shqetësuar, nëse jemi me këmbë tokë, s'do tha asgjë. Nëse nuk bim në ide për atë çka neve kemi dhe shikojmë që në plan parë, pas çka se kemi të nevojshme, mos ha 3 vakë buk, ha 1 vakë buk dhe jem rregull. Ditën e han, pastaj të futet java tjetër, gjërat do të ndryshojnë shumë kollaj. E përpara se të kalojmë Jorgo tek parashikimi i 12 shenjave për secilën prej tyre, duhet të të bëja një pyetje. Them në mesa duket në datën 17 kishim një 4 Do doja të pyesja, cili është ndryshimi midis një 4 dhe një 3 Se the ky 4 duhet parë me kujdes. Po, sepse këndet që bëjnë planetet atë moment, atë ditë, nuk të jep favorizime dhe të dikton që këtu mos kalo, sepse është kthese rrezikshme, nuk mund të kish me shpejtësi 100 km/h. Pra ne duhet pasur kujdes. Jo, unë jam i Zoti. Po që i Zoti kalo atëherë dhe shkon direkt në destinacion ku nuk është e mira për të shkuar. Dhe ana tjetër, kur kemi trekëndsha na ndihmon, na sinjalizon
për nisma të reja, për firmosje dokumentacioni, por planetet që japin mundësin, që ka të bëjnë shumë në lidhje me fushën ekonomike, për shembull, kemi, që është ideale, kemi Mërkurin që është komunikimi baza, kemi Afroditën që është planeti i ekonomisë dhe i dashurisë që bën një tërkëndës, për shembull me diellin, dielli është kryesorja. Dhe dielli formon këndet që bën me Afroditën, siç ishim domethënë në rastin konkret, ose me ndikimin me Saturnin, por në rastin konkret data 17 për shembull, ose kemi rastin konkret në datën 18, që është i trekëndësh që ndodh që formohet me Afroditën, Afroditën shqiptar. Por edhe në shenja, kur ndodhen planetet në shenja të ndryshme, u jep mundësinë, sidomos shenjat e tokës, që bëjnë këndet e tyre, dhe kjo jep një mundësi shumë të madhe në lidhje me atë çka bëhet kur kemi trekëndsha. Kur kemi trekëndsha është diçka shumë e madhe, sepse atëre lidhen gjëra për njerëzit që kur marrin telefon dhe pyesin, interesohen, si kur shkojë mirë. Unë pse ja them nga kjo periudhë këtë periudhë, jo në atë periudhë që bëhet. Në shumë raste nuk është kënaqësi kur tjetri thotë ama jo se unë do shkoj, nuk e kam problem se kam biseduar. Nuk realizohet. Ose shkon, thotë shtyhet për një arsye për tjetër, ose nuk ka ardhur personi për të firmosur. Pra, thotë me vërtetë Jorgo nuk u realizua, por nuk realizohet sepse janë këto gjëra që ndikojnë. Nëse ti e mbyll një javë para dhe jo në atë ditë që unë them sot për sot nuk bëhet. Kur kemi katërkëndësh, nuk ka shanse të ndodhi. Ose lidhjet që bëhen me katërkëndsha nuk hecën. Është provuar dhe sprovuar. Nëse do ta themi kështu në terma të përgjithshëm, trekënd që është për të dhënë një përparësi, pra një gjë pozitive, ndërsa katërkënd që dikton për diçka që nuk diskutohet. Kjo varet më tepër nga astrologu, sepse ajo mund të japi mundësinë zgjidhjen, nuk të jep dot letra zgjidhjen që ti thuash, pra do të pasë shumë kujdes në këto gjëra, mos bëjmë viktime vetvetes, është puna. Pra kur kemi raste të tilla, është astrologjia që të jep mundësinë dhe kohën që ti kur e ke më të mirë. Pse them më herën që kemi hënën lëvizje boshe. Çfarë do pyesësh letrën çfarë lëvizje boshe ka? Nuk ka. Planetet aty të japin kohën, momentin dhe mundësinë që ti të zgjidhësh një kohë të caktuar. Dhe vetiu, nganjëherë kur je paradite nuk je mirë, nuk ndihesh mirë, pa arsye se mërzitesh për telefonat ose me personin. Sa herë ndodh që je ulur në një kafe mirë e bukur, bisedon me një person por nuk të pëlqen mënyra, edhe diçka nuk shkon. Edhe e pi kafe me ashtu si e pi, edhe ngresh edhe ikën. Energjia është energjia, është ajo që ne jemi. Por ne them gjithmonë që jemi plur universi. Edhe krijuesi të jep letër me vlerë për të jetuar. Por gjithashtu, krijuesi ta bile rrezikun tek dera, por duhet ngresh vetë ta marrësh. Dhe kjo do të thotë që duhet të lëvizësh. Jo të rish edhe të rish në kafene dhe të presësh se do vinë lek nga qielli. Ose të presësh sepse do vetë të bëj këtë të bëj atë. Pra janë disa gjëra që lidhen energji, se në këtë botë është energjia pozitive dhe energjia negative. Këto janë të dukshme, e kemi parë dhe dim. Po çfarë do të bëjmë? Të kemi kujdes. Kujdesi është nuk mund të riskojmë për gjë që neve dëshira jonë është e madhe. Njeriu ka shumë dëshirë të bëjnë gjithçka, të realizojnë gjithë në kohë. Por mos harrojmë sepse po të shikoni vetë mikeshat, miqtë juaj që do të marrin në 2 punë, në 3 punë, të kenë mundësi të ardhurash, por harrojnë më kryesoren të jetës, shëndetin. Po të nisesh me gjithçka dhe mos kesh kohë që ti të qëndrosh, atëherë detyrimisht është si punë një makine që e përdor shumë, në një moment i ikin dhe kilometrat. Pra jo të quhet e ostaj ose do prishet fare. Atëherë atje mund kesh ti gjëra që mund ta zëvendësosh, po njeriu është i pasëvendësueshëm. Kështu që të pasu kujdes në këtë drejtim. Të falenderoj Jorgo dhe të falenderoj në fakt për të gjitha ditët që i bërë një parashikim të secilës prej tyre. Do të ndjekim siklen dhe do rikthehemi më njëherë në studio për të vjuar me parashikimin e 12 shenjave. Ndjekim siklen. E le të fillojmë pa humbur kohë me 12 shenjat. Si duken shenjat për këtë javë? Cila do jetë shenja më me fat? Kush do të ketë prioritetin? Unë asnjëherë nuk rendis shenja. Në këtë botë jo më do të jetë mbase. Të gjitha shenjat të kuptojmë diçka. Sepse flitet e stërflitet. Shenjë e parë kush është më përfituesja të këtij javë, kurse vendosin këto shenjën e fundit për shembull, vendosin dashin ose i shej tjetër. Këto janë lafologji, këto janë gjëra që nuk ka lidhje fare, nuk matet me renditje shenjës, matet me këndet që bëjnë planetet. Këndet apo çështjet që kujdesi që bëhen, në gjitha shenjat pak a shumë kanë ndikim. Por dhe shenjat që po t'jemi në kujdesin e vetë, në periudhën ku ndodh fenomeni, nuk mund t'i thua shenjë është në fund për shembull dash ose binjakët. Ç'lidhje ka? Domethënë nuk ka absolutisht.
Përkundrazi, disa gjëra në një ditë të caktuar do të pasur kujdes disa shenja, siç unë i thash, për shembull, kishim datën 17, kishim datën 21, për shembull që ka të bëjnë shumë me diellin në katërkëndshëm me Neptunin, po ja, pra, janë disa ditë, mund të futish ti të penalizosh për shembull dashin për gjithë javën pse s'ka një ditje, që është i vështirësia. E nëse nuk e bën këtë ndarjen sipas shenjave. Më thuaj cilat do të jenë më të favorizuara, shenjat e ajrit? Shiko, në fakt në këtë periudhë terma të përgjithshme. Ka të bëjnë, domethënë, edhe shenjat e zjarrit, po edhe shenjat e tokës që ndikojnë shumë, por pak a shumë e kanë mundësinë 10 ditë që parë se 10 ditë që tretë. Jo shenja e përgjithshme, sepse po të vini re, për shembull marrim dashin. Në si rast konkret, që fillojmë nga shenjat. Dashi për shembull 10 ditë që parë mund të ketë problem ekonomik, financiar. Dhe gjithmonë kur thonë ne i thonë me 10 ditë Jorgo sepse na ndihmon më tepër. Dhe kjo është kënaqësim vete. Atëherë sepse 10 ditë që parë ka një problem ekonomik. Nuk ka problem dashurie, nuk ka problem pune, por mungesë paraje. 10 ditë që dytë është në fushën e dashurisë për shembull. Ka probleme të ndryshme. Pra, ndarja në 10 ditë që është diçka shumë e madhe, nuk ka lidhje fare me kush është më favorizuar ose kush nuk është pak e favorizuar. Po këta janë gjëra, domethënë, që njerëzit, okay, sa për t'i parë dhe për të thënë, po mirë, aty i thotë ti që është i parë që mund të ketë probleme nga më të ndryshme, thotë mi mirë. Unë e di vetë se sa problemi kam vetë para sa duhesh kur nuk ke për bërë qefi, por nuk ka lidhje. Po unë them që përsa i përket marrim dashin, në shenjën e dashit, dashi duket se ka shumë ndikime dhe ndryshime përsa përket çështjeve të punës së vet ose gjërave që kanë me shenjat e zjarrit zakonisht. Por meqense nga mesi i javës është një ndikim shumë i mirë sepse ka të bëjë shumë edhe me ndikimin e Marsit ose Saturni ku jep një kënd shumë të mirë në lidhje me disa takime, disa vendime që do të marrin. Por në anën tjetër, dashi gjithmonë ka mundësinë për zgjidhur problematikat e tyre në fushën e dashurisë, për shembull që kanë pasur një problem 10 ditë që tretë, ka qenë problematik në fushën e që ka bëjë me dashurinë, por edhe udhëtimet janë të qëndrueshme në lidhje me mundësitë që ata kanë, që ju jepet, jo për arsye festash, për shembull do lëvizin jashtë, lëvizin edhe për arsye pune, për marrje dokumentacioni, për gjëra të kësaj natyre, sepse është e periudha dhe koha më e mirë e mundshme që e zgjidhin si çështje. Dhe kjo do thotë në çështjet që lidhen me vazhdimsinë dhe janë shumë korrekt shenjat të dashit në fushën e punës së tyre dhe mund të jenë në një kohë dhe një punë të dytë mund të kenë mundësinë për ta marrë 10 ditë që tretë ka këtë, sepse ka lidhet shumë me çështjet që kanë të bëjnë me anën ekonomike. Vijojmë tek shenja e radhës, shenja e tokës, do të thotë shenja e demit, po demi nga ana e aparenca do të thotë që është në gjendje të bëjë gjithçka. Po demi nga ndonjëherë kur i bie thoni se i bie në qafë për se sa gjëra të bëj dhe këtë, ta lë komplet edhe kriseikën, sepse thotë që është shumë i drejtë për së drejti, nuk të mban pas krave që të flasë demi, gjithmonë demi e ka këtë. Dhe di që parë për shkakun që do bën objekt bisede për sa përket çështje pune. Disa lek të pamara demi i merr, sepse ka të drejtë me punën e vet. Dhe ka diçka tjetër në lidhje me një udhëtim që mund të shtyhet të 10 ditësh parë, kurse 10 ditësh dytë lidhet direkt me pasuritë paluajtshme. Ja pra diferenca që ka 10 ditësh parë me të dytin. S'ka lidhje fare se 10 ditësh parë kanë, domethënë lidhje me pasurinë, gjitha gjërat pra ekonomike kanë lidhje me këto çështje. Po 10 ditësh dytë ka me pasurinë e paluajtshme. Atëherë si mund ta barazosh? Se barazon dot. Dhe kjo do të thotë që është momenti dhe mundësia për të sa përket shenjës së demit, shenjë toke ku është në kërkim të diçkaje të tillë. Dhe kjo është e realizueshme për sa përket shenjës së demit të 10 ditësh të dytë. Kurse 10 ditësh të tretë, 10 ditësh të tretë lidhet shumë me lidhjet problematike. Ka pasur një njohje, kanë qenë mirë e bukur zemra shpirtin në darkë, kurse në mëngjes as nuk e ngri telefonin. Kjo do të thotë që ose nga një bisedë e gabuar, ose diçka thasha them që nuk ka lidhje fare, pra ne themi të burim informacionit nga vjen, dhe them gjithmonë që një njohje, një lidhje që mund të bëhet kur është koha më e përshtatshme dhe periudha, mirë është që ta mbajnë sekret derisa ta arrijnë, ta përfundojnë, pastaj le ta nxjerrin ku të duan. Dhe kjo do të thotë që është mundësia, është koha dhe dituria që demi ka dhe është i prerë, o bëhet tani o s'ka, e abandonon, e lë fare dhe nuk lidhet ose nuk e realizon atë që është në rrugtim për të bërë. Pra duhet edhe kujdes nga një anë, nga ana tjetër mund të kenë mundësinë që të zgjidhin çështjet e tyre. Por gjithsesi është një mundësi në lidhje me çështjet që lidhen me një takim që do bëjnë, një takim që mund ta bëjnë brenda kësaj jave, po kjo ka të bëjë me jashtë për një punë që 10 ditë që tretë e ka mundësinë këtë dhe mund ta realizojnë
në një kohë mjaft të rëndësishme dhe periudhën që ata kanë. Do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që javën e kaluar kanë pasur mjaft debate, çështje pune, nuk i realizuar të ku duhet sepse mundohen shumë, por koha nuk ka qenë premtuese për diçka që ka ndodhur. Dhe ditë që parë në fakt është për ta keq, për ta kemi kuptimin e fjalës se ka bërë shumë skamarrazgje. Dhe Kuvetit ka trokitur ka derën të mbyllur, se ka punuar dhe jashtë orarit, por s'ka marrë parat që i takojnë. Çfarë ndodh me ditën e parë? Ditën e parë shej ajri të lejon, mbushet, pastaj shpërthen dhe të ulet atje dhe nuk të ikën. E thot, më jep të drejtën time, nuk kërkon më tepër. Mi po të tjerët e marrin se binjakët bëjnë ose janë të durueshëm. Asgjë nuk është e durueshëm për të djersën e vet. Dhe e marrin në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër. Po, është e mundur. Por në anën tjetër ka një diçka shumë të madhe për sa i përket kësaj shenje, që dhjetëdiçi i dytë dhe dhjetëdiçi i tretë do merren shumë në lidhje me çështjet e udhëtimeve që ata kanë, ata që janë në diasporë për shembull. Shenjat e binjakëve, shenjat e ajrit zakonisht lidhen shumë me Europën. Kurse shenjat e tokës lidhen me Amerikën, me Kanadan, shenjat e ajrit kanë mundësinë në Europë, Ballkan, pra janë të ndara disi. Por duke pasur parasysh për dokumentacione, kanë bënë dhe ditët e dytë të shenjës së binjakëve, kanë një moment shumë të mirë të ardhur për sa i përket çështjeve që lidhen me problematikat që kanë pasur, ose në Angli gjithashtu. Kanë një mundësi shumë të mirë për të marrë një dokumenti dhe e presin me padurim këtë gjë. Dhe pse jo mund të jetë e realizueshme në anën e tyre dhe pozicioni i planeteve e bën që ata të jenë kryesisht në pozicionin më të mirë mundshëm për sa i përket kësaj jave. Por gjithashtu ka të bëjnë edhe me shanse të mira të 30 në fushën e dashurisë, edhe pse kanë pasur një ndarje me ujor dhe me luan të 10 parë, një ujor që është shenjë ajri që ju takon dhe kanë mundësinë, por një shenjë toke në rastin konkret që ndikohen shumë me britqap, por edhe me shenjën e zjarrit që luani në 10 i tretë ka mundësi që të zgjidhin problemet e tyre. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, ku shumë gjëra ndikuar, shumë gjëra koha ka treguar që nga muaji shtator deri tani në dhjetor kanë pasur shumë çështje problematike, shumë gjëra të pazgjidhura. Meqense ndikimi i kësaj jave ka një ndikim shumë mirë, sepse duke pasur parasysh guvernatori i tyre që është Hëna ndikohet shumë në datën 20 që ka një mundësi shumë të mirë me hënën e re, edhe pse ata janë në fakt në kërkim të çështjeve të punës së tyre, se problemi më i madh kanë punën dhe duke punuar shumë, lënë jetën e tyre pasdore, lidhje me shëndetin. Është mirë që të shikojnë çik këtë gjë, sepse nuk është gjithmonë puna, siç e kam thënë them nga hera, por duhet të shikojnë edhe pak në këtë drejtim. Por gjithashtu, kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë që çdo gjë do të zgjidhet me ndikimin më të mirë të mundshëm që ka të bëjnë, por nga mesjava është mirë, sepse disa premtime që Gaforia ka bërë i ka mbajtur në lidhje me punën e vet, nuk ka marrë atë që duhet akoma, por vjen një moment tani që është momenti më mirë të dhjetëdiçit të dytë, që ka indikim shumë të mirë në lidhje me këtë çështje, por i pari dhe i treti, që do lidhet shumë me çështje me para në dorë, se do bëjnë një blerje. Dhe unë ju them shenjës së Gaforeve që mirë është që blerjen ta bëjnë të martë e njëjtet shtunë. Të martë e njëjtet shtunë janë ditë mira lidhje me blerjet e tyre që mund të bëjnë në sende të ndryshme, që kanë mundësinë dhe kohën e duhur për të arritur qëllimit, dhe mundësitë që kanë bëjnë në fushën e dashurisë. Dhjetëdiçi i dytë ka pasur një problem vogël, që ka qenë me dashtë të dhjetëdiçit të parë dhe me ujor të dhjetëdiçit të tretë. Kjo do të thotë që a është e zgjidhshme ky problem, sepse kemi qenë mirë e bukur dhe jemi shkatruar nga njerëz të ndryshëm. Po, është, sepse gjithmonë drita fiton ndaj errësirës dhe vërtet ndikimi më i madh që është dhe periudha kur energjia negative mundohet sado që të shpërthejë mbi pozitivitetin, por nuk i arrin dot, vetë deri diku dhe kthehet dhe shpërbëhet. Pra ndikimi më i fortë që forca është në vetveten e vet dhe njerëzit që ka përqark. Gjithmonë po të kuptoni, lumë ata që kanë Gafore në miqësi, kanë Gafore në shtëpi, kanë Gafore në punën dhe në vende kyçe, sepse Gafore të nxjerr faqebar në shumë drejtime, por njerëzit janë paksa nuk i kuptojnë ose i lënë pas dore, sepse ç'bën Gaforia, kur është vetë e rregullt, e rrept me veten e vet, sepse janë të familjes, janë shumë gjëra dhe shumë gjëra njerëzit nuk duan momentale, domethënë të kalojnë një farë mënyrë, një farë kohe, por kjo nuk është zgjidhja. Zgjidhja është afatgjat dhe Gafora e ka këtë gjë dhe mund t'i arrijë. Të 30 diçës kanë mundësinë shumë të mirë për t'i arritur qëllimit dhe Gaforia ka ndikime shumë të mëdha në vazhdimsi, se më pyeten në fillim si shenjat që mund të ndikojnë. Po është shenjë uji, por edhe ka dhe mundësinë që mund t'i arrijë qëllimit.
Jorgo, përpara se të kalosh të shenja tjetër, doja të të pyesja, të dëgjova, po të dëgjova me vëmendje dhe ceke pjesën ekonomike të shumica prej shenjave. Do me thënë, ose një blerje e re, ose mundësi të reja për të punë e re. Duket sikur kjo javë do jetë një javë e mirë përsa i përket çështjeve ekonomike, apo? Pra 15 dhe 21. Është e mirë, por kujdesi kërkohet, sepse ajo është ndryshe dua, po është ndryshe çfarë duhet. Se duhet gjitha, po çfarë duhet urgjente. Atëherë do të zgjedhim çfarë duhet, sepse duhet gjitha. Atëherë çfarë duhet, marrim atë që duhem, që kemi për momentin. Nuk është puna që për shembull është bërë para disa kohëve për blerjen e pasurive. Dhe vjen momenti që është kjo javë që ata mund të bëjnë bisedime të rëndësishme, gjëra që do të ndikojnë në këtë drejtim. Mirë po, kur vete puna ose ai që nuk bin ujdi, ai ka thënë 5 lekë bën kjo blerja, dhe ai thotë është 6,5 sepse është tregu i shtrenjtë jashtë. Kush humbet këtu? Humbet ai që nuk ja blen për shembull gaforja, apo humb tregtari? Nuk diskutoj që humb tregtari. Se tregtari duke parë që këta kanë, ose kjo javë, kanë lek, e thonë hajde të bëjmë sa para, por humbasin. Në shumë të raste na ka qelluar që vete diku të bleshi diçka dhe thua, dakor, falenderoj. Ta thotë nën kosto, hajde merre edhe këtë. Pastaj këto janë falsitete. Në shumë të raste dalin falsë, në shumë të raste janë zotnaruese, them nga herë. Nuk janë pak më të vjetrën në çështjet që bëhen me to blerjet. Por duhet të mendojmë shumë kur bën një blerje, se më ka çmuar pak tek kjo. Gjithmonë blerjet i bëjmë kur është hëna e re. Kur është 3 ditë që dal hëna e re. Pra i bie 23, 24, 25. Për shembull, kësaj jave, në javën që vjen, për shembull, në datë 20, që është hëna e re, kemi 21, 22, 23. Në datë 24, një ditë para Krishtlindjeve që qëllon që është kjo, nuk ka më mirë të bësh blerje që të ketë duk. Të jetë një blerje, sa herë na ka ndodhur kemi marrë një mjet shumë, një diçka shumë të re, në kuti. Vetet atje është e prishur. Si ka mundësi? Ndodh. Po atëherë, edhe një mall që është i vjetër, po edhe merr është e fortë. Do drejtohemi tek të vjetrat. Jo. Merr ato që ty të përket të takon. Gjën dhe rëndon që shikoj zoti kemi shumë ne gjitholog që flasim për mos i merrni gjërat e vjetra, mos me Kjo është për ta keq, domethënë. Të gjitha këto pse i bie që stërgjyshit tanë që na kanë bërë kokën, gjyshi stërgjyshit gjen, duhet të hedhin poshtë. Se ata nuk bëjnë, ne bëjmë. Po nga erdhëm ne? Bëjmë pyetje. A vim nga ata? Qoftë një komshi, një mahallali, një person, një kudiun. Vim nga ata. Dhe nuk çdo njeri ka energjinë e vet, ka mundësinë e vet, prandaj duhet heqë dorën nga ata. Kanë çështë pashtrimesh, thënë, në përgjithësi prandaj mos i vënë re shumë se çfarë flitet, sepse dëgjoj shumë për ta keq disa njerëz. Por e din shumë mirë dhe kanë kuptuar. Por gjithsesi, për blerjet që bëhen, për sa i përket kësaj jave, është shumë mirë në 24, deri 24 ka një kohë për. Pastaj edhe Krishtlindjet. Jo për arsye festash, por gjithmonë mi hënë tre që kemi neve, për shembull në janarit, për shembull. Hënë janarit është shumë do shumë kujdes për shembull, për janarin. Është në shejtoke, të kufizon, penalizon, por gjë që ti do të bësh. Se thotë jo, shko paguaj atij disa gjëra që ke lënë bazdore. Pra hajde blek të tren. Ne nuk na rri mirë, ne duam tani. Jo, dua, pra ajo që duhet, jo çfarë dua unë të blejsem, dua gjitha. Kështu që duhet të ruajmë datën 24 the. Meqense për këtë muaj. Për këtë muaj, po. Edhe do kujtojnë, do shikojnë, do kujtoni. 24 nëse dua të blejmë 24 tutje. Po. 24 edhe më. Po, ka duk. Por jo në janar. Jo, në janar është tjetër gjë, janar është shumë i vështirë. Do flasim për atë, por për këtë javë kemi edhe javën tjetër që ndikohet, por meqense kemi ndodh në datë 20, në shigjetar ndodh hëna e re, në shenjë zjarri, një shenjë gentilese, një shenjë që e prish sa duash, por as ka smarohet të shigjetar, dihet dorë lëshuar janë. Ka një problem të dashuria këta, po nejse, sepse nuk i vënë re shumë, i vënë re atë kur ju duhet pastaj. Por do të pasur kujdes që të stabilizojnë gjërat. Por kjo hëna e re u jep mundësinë dhe i tregon se çfarë duhet të bëjnë dhe të stabilizojnë. Por gjithsesi, koha tregon që është mjaft pozitive në këtë aspekt. Të falenderoj Jorgo, po unë do të pyes edhe për diçka tjetër. Më thej që është shumë mirë, domethënë data 24 dhe tutje për të bërë blerje, po unë dua të di, do jetë ky muaj, domethënë këto ditët e muajit për këtë javë që po flasim, edhe pas kësaj jave do të jenë disi favorizuese për pjesën. Po të vinë java, mos e shonjë, sepse
flasim dhe këtë fund javë. Më thuaj për këtë javë atëherë, do jetë javë favorizuese për të pasur njerëzit sa më shumë punë për të fituar të ardhura? Na intereson kjo pjesë. Besoj që e tham në fillim, se çfarë ndodh, pak a shumë, njerëzit duhet kuptojnë ku ndikohen më tepër dhe ata që kanë më të rëndësishme. Patjetër që po. Dhe ju jepet kjo mundësi. Edhe pse kemi disa ditë janë të vështira, në këto ditë që unë thash, janë të vështira, po jo gjithë ditët. Mund ketë një ditë të vështirë, por vënohet. Do të thotë që nuk do të thotë gjithë ditët do të me vonesa probleme, ose kemi debat, do bëj gjithë java me debate. Nuk ka pikë lidhje, ose disa që thonë që e fillua të hënën, e fillua javën me debate dhe probleme, do më shkoj java shumë keq. Kur nuk shkon? Më mirë shkon akoma sepse të vë një prit, një bëkim që thotë, ore shiko deri këtu, zgjidhi këto gjërat e vogla që të ecësh përpara. Ose bëjmë një blerje ne, shikojmë na pëlqen diçka. Po, do ta blej urgjent. Po ti nuk të duhet urgjent, pse ta blesh ti urgjent? Sepse nuk do jetë nesër. Nesër pas nesër ka ditë zoti sa duash, i e bleje. Po mbyll të që ke. Atëherë kjo është e keqe? Jo, nuk na pëlqen neve. Ose disa gjëra tjera, po flasim në moment tjetër. Po kjo duhet pasur kujdes. Si javë është javë pozitive, që ta mbledhësh me anjën ti, një herë mirë. Është shumë pozitive dhe gjëra tjera që do të kemi dhe surpriza, pse jo mund të ketë. Shkojmë tek luanët. Kemi surpriza. Kjo është më e rëndësishme. Të mbarojmë shenjat që kemi kohën tonë, pastaj pyet çfarë duhet deri në darkë. Pa problem. Patjetër, le të vijojmë me shenjë. Do shkojmë tek një shenjë zjarri tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri që do thotë shenja e luanëve. Luanët në fakt mbreti zodiakut që flitet, por nga ndonjëherë luanët ndikohen shumë në fushën e karrierës së tyre, ndikohen shumë në lidhje me punën e tyre, por kanë ndryshime. Ndryshimet që kanë filluar tani në muajin dhjetor, për sa i përket luanëve, luanët futen tek grupi i shenjave të zjarrit. Dhe kjo çfarë ndodh? Ndodh që ditë që parë që ka disa dokumenta të pambyllura, se ç'është problematike kjo. Por kjo e zgjidh. Dhe ditë që i dytë ka bërë shumë ndere, ka qenë në rol drejtues. Dhe i është kthyer e kundërta, sepse thonë se Luani mban deri diku. Po Luani nuk përdor kur forcën e krahut, por përdor forcën e mendjes, të zgjuarësisë. Është i zgjuar për të arritur në atë që kërkon. Nëse i bie në qafë, kanë mundësinë e zgjidhjes së problemit. Nuk të japin shumë kohë. Dhe kur e kuptojnë që ja ka me hile, ose kërkojnë hua, supozojmë, ne? Por kjo javë me që seram tek huat, është mirë të mos të jemi të kujdesshëm në këto. Marrëdhënien me para, ose kredit ose gjëra të kur kemi këta 4 këndshë ata kuptojnë njerëzit, 4 këndshë, jo 3 këndshë, 6 këndshë. Nuk marrim kredi atë ditë, ose na e kemi shumë të qëllon që merri kredi, për shembull, e ke mbyllur me bankën pardje, kurse sot është një ditë jo fort e mirë në fushën planetare, flas ndikimin planetar, atëherë e marrim atë kredi, por nuk prishim as lek nga ajo që kemi marrë. Dhe që të ketë duk paraja, një kredi që merr, nuk është se e morë dhe të çojë te ku do të çosh. Ajo është dakord dhe ka vlerë të madhe. Por problemi është sepse e marrim atë kredi për blerje në diçkaje dhe e prishim për diçka tjetër. E këtu ke prishur rrezikun tan, ke shkatruar gjithçka dhe nuk e mbyll dot atë kredi. Dhe kjo do të thotë energjia që ndikohet, truri, që telepatia që ka të bëjnë, lidhje me paranë, lidhje me ato çka do ku do shkosh, të prishet e gjithë ekuilibri. Dhe unë ju them të gjithë rishikuesve. Dhe kjo është është baza, nuk është as magjike, as me këta që dalin nëpër rrjetet sociale që thonë për shembull më jep kaq lek mos e tregulloju se ke magji tek paraja ti ose nuk ke duk paraja. Kur asnjë këtë botë jo, botën tjetër, mbase. Çfarë bëjnë? Marrin kanë disa para. Edhe duhet të blejnë diçka. E mendojnë atë që mendojnë. Edhe duhet marrin atë që kanë menduar. Jo diçka tjetër që dolin në supermarket, për shembull, vetëm në supermarket, shef shumë gjëra të bukura atje dhe harron pastaj këtu problemi, e blen diçka tjetër, ndërkohë që ti doje atë, harrohet marr atë që unë diçka më kryesore. E atëherë çfarë të presësh? Dhe do të prishësh edhe lekë të tjera, që kjo nuk futen në punë, nuk futen në punë që të blen. Po patjetër. Edhe prandaj duhet pasur shumë kujdes. Këtu është kujdesi. Marrim atë që neve e bëjmë atë që kemi për qëllim. Që kemi në plan për të vlerë për të marrë. Jo për atë tjetër, sepse që thonë nganjëherë halali me haramin janë në jetën e përditshme, por kush është halal, kush është haram. Tu do të gjem. Ka, dhe kjo ka zgjidhjen tjetër. Nuk i hym kësaj sepse po kemi shumë kohë për të folur, gjithmonë kemi një diçka, një perde që neve është e padukshmja. Perde e padukshme që neve flasim unë e ti, ka diçka tjetër në mes nesh që na dëgjon. Por që na dëgjon, ne duhet kuptojmë arsyen dhe mbasi i thrasim arsyes,
për të nxjerrë diçka që është negativ jashtë dhe mos e lejojmë të futet brenda. Por gjithsesi janë tjera gjëra. Duke pasur parasysh ndikimi i shenjës së Luanit, kanë një mundësi shumë të mirë lidhje me disa konflikte që kanë pasur e zgjidhin pikërisht në këtë javë. Por dhe di që i tretë ka diçka shumë të madhe që do të ndikojë dhe do të rrezatoj në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me anën e ekonomike ose në dashuri me dëmtë dhe diçit parë dhe me akrep ka diçka shumë të madhe. Vijojmë tek një shenjë toke tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet është për tu lavdëruar, ka bërë shumë, me lëvizje nga vendi punës që do kenë, por ata që ndodhen në Gjermani, që ndodhen në Zvicër, që ndodhen në Itali, pse mirë, po këto tjera ç'a ndodh? Thoka horoskopi që edhe këto shenja që janë atje, po të tjera që janë në Amerikë, ku ç'a do bëjnë ta? Shet pyetje, flasin njerëzit. Po, flitet ama se virgjëresha shenjë toke. Virgjëresha në këto vendet e Europës ka një ndikim shumë të madh. Dikush e nxjerr në lidhje me një punë të rëndësishme, gjithë të rëndësishme ja, por njëri që është në Zvicër është ndryshe se është në Gjermani. Njëri që është në Greqi është ndryshe që nxjerr paran lidhje me një që është në Angli, e kështu me radhë. Pra ndikohen disa çështje. Por në rastin konkret kanë ndikime shumë të mira, 10 ditë që parë dhe 10 ditë që vetë. Është shumë i favorizuar dhe tepër pozitiv në atë që ndodh dhe bëhet. Megjithatë, koha ka treguar që virgjëreshat asnjëherë nuk lën pas dore çështjet e punës ose të karrierës. Përpara shohin punën, pastaj shohin edhe karrierën, pastaj shohin dashurinë. Është pak më dyshje kjo, sepse virgjëreshat nga aparenca janë të ftohta. Nuk të japin atë, të kuptosh shenjat e tjera, por janë shumë të qëndrueshme në lidhje me lidhjet e tyre, në lidhje me gjërat. Janë nevrike, trafin mes pazarit për shembull, nëse e shohim pak ndryshe. Dhe kjo do të thotë që kërkohet janë të vëmendshme. Dhe sado kanë ndikime të mira dhe pozicionimi i planetit u jep mundësi në këtë aspekt për sa përket stabilizimit. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me peshk të 10 ditë të parë, binjak të 10 ditë të tretë që është perfektja, por me shigjetar kanë ndikime shumë të mira dhe tepër pozitive të 10 ditë të tretë, ku një njohje kthen lidhje serioze e shumë gjëra të tjera që diktojnë dhe rregullojnë. Do shkojmë tek një shenjë ajri tani. Shkojmë tek një shenjë që vërtet ka bërë shumë hapa para, por ka bërë edhe disa hapa pas, që këta janë peshorët. Pse kanë pasur shumë hapa para, kanë bërë pas? Nga njerë keq kuptimet, ose ajo që neve marrim energjinë, pozitivitetin më të madh, dhe të fjetër se neve kemi arritur qëllimit, në një kohë s'kemi bërë asgjë, atë është problemi i madh. Po pse? Nga njerëz që kërkojnë nga ti të marrin nga peshorja, dhe thonë, për shembull, në rol drejtuese dhe e pyet i thotë si ka qenë si po ecën puna andeja, për shembull, në vende të ndryshme që janë të punësuar, ecën xham fare, jo edhe ka probleme më të mëdha. Dhe këtu bie viktim person vetë peshorja. Dhe vjen një moment tani që kërkohet shumë kujdes në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën e 10 ditë që parë, në rol drejtues, në çështje ligjore që ka 10 ditë që dytë mundohen ta mbyllin sa më parë se kanë probleme, se këto shpërthimi i skandaleve ka qenë ndikimi i Hanës së plot që akoma po t'i vini re çfarë ka ndodhur e të hu, dhe shumë gjëra do ndodhin deri në fund të këtij muaji, por kjo nuk do të thotë sepse për njerëz që kanë probleme, e them unë gjithmonë, të trokasin ose të zgjidhin problemin e tyre sepse është koha më e mirë e mundshme për në zgjidhje të këtyre çështjeve që kanë të bëjnë sado të vështirë, sado problematike, sado kanë shumë gjëra që lidhet në një farë mënyre, por periudha ka treguar që janë me fat dhe mund t'i zgjidhin çështjet e tyre në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me gaforet e 10 ditë të parë, me peshk të 10 ditë të tretë, ka diçka shumë mirë sepse me një shenjë uji dhe me një ndikimin më të madh që ata kanë dhe me shenjë zjarri kanë mundësinë dhe keni mundësinë për të zgjidhur çështjet juve që keni, por të 10 ditë të dytë do bëni pa kujdes në lidhje me një takim që mund të bëni nëse keni mundësinë nga mesjava, duke anashkaluar datën 17 dhe pasditja e datës 16, pra të dy gjëra, mirë është që të anashkaloni disa gjëra të rëndësishme. Ka dy zoti sa duhesh, më t'i bëni përpara, më pas, por meqense është një ndikim shumë i madh që lozet për ju vetë kësaj shenje, por të 30 ditë që kanë ndikime shumë mira dhe i çështje dokumentacioni që kanë mundësinë për të realizuar në kohë të mirë dhe shumë pozitive. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, një shenjë që mjaft çështje të rëna pezull marrin fund, mjaft çështje problematike dhe disa ndikime që kanë bënë në lidhje me punën e tyre, që këta janë të shenjës së akrepëve, ku akrepët gjithmonë flasin me sy, nuk flasin me fjalë, kanë dhëmshurinë dhe dashurinë brenda, por në një farë mënyre akrepët këtë periudhë kanë periudhë
pak të lëvizshme në fushën e tyre ose në gjërat e tyre të çështjes ekonomike financiare në lidhje me një udhëtim që do bëjnë një udhëtim të largët, do ta thoshon që kanë mundësinë për ta zgjidhur një gjë të tillë dhe koha tregon që është momenti më i mirë i mundshëm dhe tepër pozitiv në anën e tyre dhe në bisedimet që bëhen në kohën e tyre që ata kanë, sepse është një mundësi shumë e mirë tani për punën e tyre, për karrierën e tyre, për vendimet që ata do të marrin, disa vendime shumë të rëndësishme në ekonomi dhe në stabilizime. Kurse në çështjet e dashurisë, një ndarje që kanë pasur me binjak të 10 ditë të parë, një ndarje që kanë pasur me virgjëresh sidomos kanë qenë shumë çështje problematike, nuk kanë pasur mundësinë e zgjidhjes të këtij konflikti ose këtij problemi, duke se tani e zgjidhin dhe pikërisht është koha dhe momenti i tyre për të arritur qëllimit e tyre në fusha të ndryshme, janë në fazën përfundimtare për sa i përket zgjidhjes së problematikave dhe të çështjeve që ata kanë, është momenti më i mirë i mundshëm për zgjidhur çështjet e dashurisë. Në dashuri kanë pasur mjaft çështje problematike. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, që do thotë shenja e shigjetarëve, ku për shigjetarët duket se kanë një mundësi shumë të mirë tani për çështje ekonomike financiare. Këtu lidhet shumë shigjetari. Po shigjetari do njëherë ka problemin ekonomi dhe dashurinë. Po mirë, po pse edhe dashurinë dhe ekonominë? Puna është sepse do të bëjnë disa gjëra, disa hapa të rëndësishëm tani në këtë periudhë, jo se është periudhë e shigjetarëve, sepse shigjetarët kanë edhe 2-3 ditë akoma, sepse pastaj kalon bricap dielli. Kjo do të thotë sepse nga fundi i kësaj jave, datës 20, 21, 22, 23, 24, 25 dhe në fund të këtij muaji kanë disa mundësi, sepse me diellin në bricap 25, 26, 27 të 10 ditë të parë kanë ndikime shumë të mira për sa i përket zgjidhjes të problematikave të tyre të punës, zgjidhje të gjërave. Do të ndikohen deri pothuajse në ditët e para të janarit, javës së parë të janarit, deri në ditën e bekuar, ditën e ujit që është data 6 e tutje, i bie pastaj 6, 7, 8, 9 e tutje kanë ndikime të tjera. Por duhet pasur kujdes shigjetarët në marrje vendimesh të rëndësishme në fushën e dashurisë, sepse jo janë fajtor duhet ta shikojmë nga vetja jonë përpara, pastaj të përgjigjemi palës tjetër. Nëse kemi pasur, sepse do shumë debate ose keq kuptime, keq interpretime, mos kujtoni, jo gjithë njerëzit që thonë flasin pas krave janë të drejtë për së drejti, të rikujtojnë që kanë muhabet për të thënë gjoja, por kjo është diçka që prish ekuilibrin ose prish psikologjinë e tjetrit dhe në një kohë që ai nuk e ka problem fare x y, por rëndësi ka që të thotë diçka që nuk është e vërtetë dhe kur ti e merr atë lajm ose burimet e informacioni, e çfarë ti thua tjetër nuk i flet fare. Prandaj nuk duhet të flasim me njerëz që neve nuk na përkasin. Një, e dyta duhet të jenë kujdesshëm në atë çka bisedojmë dhe mirë është bisedohet me personin që ke përballë dhe kjo është diçka shumë e mirë dhe tërë pozitive, mund zgjidhësh problemin që ke. Kurse në çështje që lidhen me udhëtimet ose bisedimet të rëndësishme, është koha më e mirë e mundshme. Por një lidhje që ka të bëjnë është me virgjëresh dhe me dash mos ju ndahen kurrë, sepse ka diçka shumë të madhe, por gjithashtu edhe me ujor të diçitret. Do shkojmë tek një shenjë toke tani, do shkojmë tek një shenjë që ka shumë probabilitet në lidhje me udhëtimet dhe stabilizimin ekonomiko-financiar, që këta janë bricjapët. Për bricjapët kanë disa mundësi. Mundësia e parë është ekonomia, i 10 ditë parë. 10 ditë dytë ka të bëjnë shumë me udhëtimet dhe dokumentacion, do kenë një gëzim këta, aq të madh sa dhe vetë nuk e kanë. Këta që janë në Francë për shkak për dokumenta. Këta janë që kanë bëjnë me Anglinë në lidhje me dokumentacioni ose çështje ligjore penale që kanë pasur. Do kenë një gëzim në familje. Për ata që presin një shtatzani ose një pasardhës, është koha më perfekte. Gjithmonë ata që nisin në dimër, në shënre, janari, ndikimi më i madh që mund të ketë ka një djatësi në kohë dhe bëjnë djem zakonisht dhe është mundësia, momenti më i mirë, i gëzimi më i madh që ata do përjetojnë për sa i përket çështjeve familjare, shtesë familjare, dokumentacione që kanë, edhe bricapët janë aja dhe zhëja për sa i përket kësaj jave, që të ngeli mendja aty tek shenja, por kanë ndikimi më të mirë, por jo që janë në vend të parë. Gjithë vend të parë janë. Ta garantoj këtë, se nuk bëj renditje. Secila për shenjave ka specifikat e saj. Në gjitha televizionet ku kam shkuar dhe ku kam shohur, më pyesin gjithmonë që pse ti, unë nuk i rendis, kur ja thua pse duhet të argumentosh diçka pse e thua. Po të flasim, është një soi që ti është në vend parë. Do të pëlqente ty për shembull një letër ta them du dashur? Po ta bëj kështu dashje dhe e besoj këtu tek letra. Atëherë besojmë që është vend parë. To garantoj 100%, se duhet të argumentosh diçka që e thua. Por planetet është atje. Shifi planetet ku janë. Hëna është hëna. Nuk mund të themi nga hëna është Jupiteri, sepse është specifike. Kur kemi gjëra specifike, mund të argumentosh dhe të thuash dhe të mbash asaj që thua, ta mbrësh atë që thua. Dhe kështu është e drejta.
Tani si çfarë flitet pastaj nëpër rrjete, nëpër social, atë punë kanë njerëzit të flasin sepse për na janë. Gjithsesi, duhet pasoj një vëmendje të shtuar për sa përket britsapët kanë dhe mundësinë dhe çështë e rëndësishme që mund zgjidhin. Në dashuri, pak vëmendje megafore grindën, po janë grindën dashurie. Si këta me njëri tjetrin nuk bën, po pa njëri tjetrin nuk jetojnë, me firmë Jorgo Pulla këtu. Do flasim për sa përket një shenjari tani, do shkojmë tek një shenjë që është më ndikuesja, më provokuesja dhe me të drejtën e vet përfitoren e saj të punës të karrierës, që do thotë ujorit. Ujori është mundësia, është rëndësia, është vetë ajo çka do të bëj dhe të arrijë, si në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, por ndryshimet që kanë të bëjnë, momentet që arrin që të përfitojnë, dhe ditë që parë shumë i favorizuar në fushën e karrierës, në fushën e punës dhe të biznesit. Dhe ditë që dytë me çështjet kreditime ose një blerje që ata kanë promotuar, po do të kenë kujdes në promotimet që bëjnë, se është një periudhë tani që truri punon çik më tepër se ç'duhet, është më i sforcuar për shumë gjëra, do të kenë kujdes nga paradhënie që japin. Kjo paradhënie do është çik më spec, sepse mund ta humbasin. Për flas për ujorët, për të 30 vjeçët. Nëse e kontrollojnë këtë gjë, nuk ka shanse që të prishet pastaj ekuilibri ose gjëra të tjera që mund të ndikojnë. Mund të diktojnë në fusha të tjera, në mundësi të artë që ata kanë dhe koha që i dedikohet shenjës ujorëve për punën dhe për karrierën, është diçka shumë pozitive, kurse në dashuri të 30 vjeçët ka një mundësi shumë mirë si lidhjet që kanë të bëjnë me akrep të 10 vjeçit parë, luan të 10 vjeçit dytë kanë ndikime shumë të mira, po pse jo me binjak, shenjajër janë të dyja, ka një mundësi shumë mirë për zgjidhur çështjet e tyre dhe kohën e duhur dhe mundësitë të arta që ata kanë në vazhdimsi. Do shkojmë tek një shenjë uji tani, do shkojmë tek një shenjë që ka mundësinë, rëndësinë në gjëra që duhet dhe e kanë. Këta e kanë tani që duhet bërë, thotë, jo dua. Pra janë në kohën e tyre, që janë peshqit. Peshqit në fakt janë mjaft ndikues në anën e tyre, në lidhje me çështjet që lidhen me takim pune, lidhen me çështjet vendimet që mund të marrin tani, shumë të rëndësishme, role drejtuese, pse jo? Nuk ka peshkut humbasi kur nuk humbet asnjëherë. Edhe pse ka pasur barra të rënda në fushën në punën e tyre, nuk janë paguar për atë punë që kanë bërë, kanë arritur deri në atë pikë që ta lënë atë punë që kanë për arsye lodhje, për arsye bisedimesh, çështje trysnie e madhe, dhe vjen një moment tani që ata gëzojnë atë çka janë. Peshqit asnjëherë nuk ndryshojnë për atë që thonë. Atë që thonë dhe e marrin përsipër. Janë sipërmarrës shumë të rëndësishme dhe në punë, por edhe fjalën që thonë nuk trembën asaj që kanë të drejtës. Sepse janë të drejtë, sepse drejtësia nuk ka lumaj që ka, peshqit e kanë. Dhe është një mundësi shumë e mirë tani për kohën e tyre, për momentin e tyre dhe vendime që ata marrin, dhe pikërisht është në lidhje me punën dhe vazhdimsinë. Kurse në çështjet e dashurisë duket se takimet që mund të bëjnë, ka të bëjnë shumë lidhje me virgjëresht të 10 vjeçit parë, shigjetar të 10 vjeçit të tretë, dem të 10 vjeçit të dytë kanë ndikime shumë të mira dhe shumë pozitive. Sidomos duke hequr ditën e të premten këto 2 ditë, kurse të gjithë ditët e tjera të javës e kanë mundësinë për të zgjidhur çështjet e tyre. Unë të falenderoj, Jorgo. Shenjat i ezauruam të gjitha. Me pak prioritet na e vendose britsjapin, por me gjitha të e përgjithshme është që na thej që do kemi një javë sa më të mbarë dhe pozitive të gjitha në shenjat, kështu që të gjithë jemi të lumtur në fundit, kur gjojmë këto fjalë kaq pozitive dhe gjëra kaq të... Çfarë do na thuash një fjalë përmbyllëse, sepse jemi drejt fundit edhe... Unë uroj një javë të mbarë, ditë të mbarë, keni kujdes kur mendoni dhe keni kujdes çfarë doni të blini, se çfarë flitet jashtë, le të ngelen jashtë. Juve shikoni drejtimin tuaj dhe mos nxitoni të debatoni. Gjithashtu dhe nga unë Adelina, një të diel sa më të mbarë dhe një javë në vijim sa më pozitive, ashtu siç edhe Jorgo tha. Një ditë sa më të mbarë, gjithë të mirat.